E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të ndarë këtë herë një shqetësim në fakt që ka ndodhur në familjen e njërit prej banorëve. Do të ndalojmë të flasim konkretisht për Mateon. Mateo është një banor që me hyrjen e tij ka tërhequr dhe ka rrëmbyer zemrat e të gjithë shqiptarëve. Një djalë me norma, një djalë me shumë edukat, një djalë me shumë qëndrim, është Mateo i cili e ka bërë publikun shqiptar që ta doj, ta mbështes edhe ta duar trokas. Por çfarë ka ndodhur? Familja e Mateos nga ngjarja e fundit e kërcënimeve të Rogertit kundër drejt Mateos ka bërë një reagim publik ku në fakt ndjen shumë të shqetësuar. Reagimi ka marrë 1892 lajka, 406 komente dhe 4642 pëlqime. Ja çfarë thuhet. Reagim publik për sjelljen e papranueshme ndaj Mateos. Ngjarja e ndodhur në Big Brother VIP Albania, ku ndaj Mateos u përdorën në mënyrë të përsëritur dhe agresive shprehje si "kape shpejt", "kape dorën se e di ti", apo "e di ti ç'a ndodh në përvende", duke i treguar dorën që ka në xhep. Nuk është thjesht një fjali e thënë në nerva, e sipër. Të thëna me britma dhe me tone kërcënues. Këto fraza marrin një peshë tjetër sipas komenteve, shprehje të tilla përdoren shpesh në mënyrë të nënkuptuar për të sinjalizuar dominancë, nënshtrim apo presion ndaj dikujt që synohet të vihet në pozitë të dobët. Nuk është deklarim i drejt për drejt, është aludim me mesazhe intimidues. Kur një frazë përdoret për të poshtëruar, për të frikësuar apo për të krijuar hierarki përmes presionit psikologjik, ajo kthehet në akt verbal, abuzim dhe nuk është humor, nuk është debat, nuk është lojë. Mateo ka treguar qetësi dhe përmbajtje përballë një situate të panevojshme dhe provokuese dinjiteti ku nuk fitohet duke mbërtitur me dikë tjetër. Ne dënojmë çdo formë bullizimi, thon familjarët e Mateos, intimidimi apo komunikimi agresiv që cënon integritetin e një personi në publik. Mateo meriton respekt. Çdo përpjekje për ta nënçmuar apo për ta vënë në pozitë të dobët flet më shumë për nivelin e atij që e përdor sesa për të, duke bërë tak edhe Big Brother VIP. Do me thënë, familja e Mateos është jashtëzakonisht e prekur me fjalët, me gjuhën që ka përdorur Rogerti, që unë kam thënë gjithmonë, është gjuha më e ulët që mund ta dëgjosh në një media, dhe me patjetër që kërkojnë reagimin nga ana e produksionit për fjalët kërcënuese që janë bërë ndaj të birit të tyre.